A ka vend më të bukur se Shqipëria dhe Bregdeti shqiptar? Kush është Doa? Unë jam Doa Dule, jam 8 vjeçare, jam në klasën e 4, jam shumë kurioze dhe jam humane. Nëse nuk të pëlqen emri që e ke, çfarë emri do doje ta kishe? Nuk e kam menduar asnjëherë, sepse emri Doa më pëlqen, është i veçantë, është i bukur. Çka mendon Doa se e bën një fëmijë të suksesshëm? Puna, përkushtime dhe mosdërzime. Çka të pëlqen më shumë ti në këtë jetë? Më së shumti në këtë jetë më pëlqen që kam një familje të lumtur. Përveç Lorinës, a do doje ta kishe edhe një motër ose vëlla tjetër? Po, dëshiroj ta kem edhe një vëlla. Sa je e lidhur me Lorinën? Unë jam e lidhur shumë me Lorinën, sepse nuk është vetëm motra ime, por është edhe shoqja ime. Sa shpesh të ngacmon Lorina? Lorina më ngacmon shpesh, po gjithmonë për shaka. Cili është vendi më interesant që e ke vizituar deri më tani me familjen? A ka vend më të bukur se Shqipëria dhe Bregdeti shqiptar? Cila është kafsha e preferuar e Doas? Qeni sepse është besnik, mami të lutem ma bën një qen. Cili është ushqimi preferuar i Doas dhe çka nuk i pëlqen të hajë? Gjithsej më pëlqejnë të gjithat ushqimet, perimet sidomos. Ushqimet që nuk më pëlqejnë është fast food.